investitori në fjalë, që e thoni ju, është investiguar nga strukturat e shtetit shqiptar në bashkëpunim me strukturat e shtetit italian. Në bashkëpunim me strukturat e shtetit italian. Ky pohimi kryeministrit shqiptar Edi Rama në emisionin Opinion se struktura shtetërore shqiptare pojtoi në bashkëpunim me ato italiane si përmarrësin italian Francesco Becchetti është një shpifje. Këtë e konfirmon zyrtarisht Roma përmes ambasadorit italian në Tiranë, Massimo Gajani, në përgjigjen zyrtare që i dha pyetjeve të bëra nga Gon Channel në lidhje me çështjen Becchetti. Në përgjigjen e miratuar dhe nga Ministria e Jashtme italiane, thuhet në mënyrë kategorike se hetimi është i pavarur dhe i ndërmarrë vetëm nga autoritetet shqiptare. Në profilin penal, zoti Becchetti, me qytetarët e tjerë italian dhe shqiptar, është aktualisht i përfshirë në një hetim të ndërmarrë nga autoritetet gjyqësore shqiptare. Mëtej ambasadori italiane përforcon jo vetëm faktin që hetimi është krejtësisht made in Albania, por nënvizon se janë po autoritetet shqiptare, ato që mund të kenë kërkuar informacione shtesë, jo vetëm nga Italia, por edhe vende të tjera, gjë që në fakt bëhet e ditur publikisht dhe në aktakuzën e prokurorisë. Për këtë qëllim, për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja, dëshiroj gjithsesi të saktësoj që është sigurisht e mundur që autoritetet gjyqësore shqiptare, duke vepruar në autonomi të plot, të kenë kërkuar informacione dhe bashkëpunim nga ana e autoriteteve kompetente italiane dhe të vendeve të tjera. Ambasadori italian pranon se ekziston mundësia që autoritetet e drejtësisë shqiptare në autonomi të plot të kenë kërkuar informacion dhe bashkëpunim nga autoritetet italiane për të hetuar çështjen. Por në fakt në njoftimin zyrtar, prokuroria pranon se vërtet është kërkuar që para një viti informacion nga autoritetet italiane, por kjo përgjigje nuk ka ardhur, çka dëshmon se provat e kërkuara për krime të këtij lloji nuk ekzistojnë. Gjithashtu, ndryshe nga kryeministri i Shqipërisë që te kalon dhe dyshimet e prokurorisë, kur pa u dhënë vendimi i gjykatës, bën dhe prokurorin dhe gjykatësin, duke akuzuar arbitrarisht Francesco Becchettin për një skem gjigante pastrimi para shtëpista, ambasadori italian në këtë letër, duke garantuar se do të mbrojë interesat e kompanive dhe sipërmarrësve italian, shpreson që hetimi për Becchettin të mbarojë sa më shpejt dhe ai të shpallet i pafajshëm. Jo se po më thua një investitor i madh i suksesshëm. Po investitor është një pastrues parash. Nuk mund të bëj gjë tjetër veç se të pres, me shqetësim, rezultatin e hetimeve në zhvillim, duke uruar që ato të përfundojnë shumë shpejt dhe që sipërmarrësi ynë të çlirohet nga akuzat në të cilat është përfshirë. Një skem skandaloze, mashtrimi dhe pastrimi parash. Rrjedhimisht mund të garantoj që ambasada do të vazhdojë të ndërmarrë çdo hap të nevojshëm për të mbrojtur interesat e Italisë, kompanive dhe sipërmarrësve italian, përfshi këtu edhe zotin Becchetti, pasi ai, sikurse të gjithë shpresojmë, do të ketë vërtetuar pafajësinë e tij në këto akuza penale në të cilat është përfshirë. Prova kryesore se burimi i parave të Becchettit është i pastër, pra nuk mund të ekzistojë pastrimi i parave, u publikua nga vetë sipërmarrësi. Ai bëri publik dokumentin që vërteton origjinën e parave. Të gjitha shumat për të cilat prokuroria ka dyshime nga janë siguruar, kanë një burim të vetëm. Shuma që Deutsche Bank ka derdhur në një bankë në Luksemburg për llogaritë të Becchettit. Pas këtij reagimi arbitrar të vetë kryeministrit Edi Rama, sipërmarrësi italian Becchetti ka paditur shtetin shqiptar në arbitrazh, një gjyq ndërkombëtar ky që do t'i kushtojë miliona euro, jo direkt xhepit të kryeministrit, por të gjithë taksapaguesve shqiptar.